رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله الهدى والبشر في بسماته واليمن والإيمان في قسماته شع الهدى والبشر في بسماته واليمن والإيمان في قسماته وتفجرت فينا ينابيع الهدى. Pra Ibn Qayyimi, vëlla të shejtanit, I ka konsideru ata të cilët pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allah, mirë po ja ofendojnë shokët e pejgamberit Allah, të dashmit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. والدهر ضاف في عميق ثباته جبريل حاملها وأحمد روحها إن الحديث موثق برواته. Omer ibn Khattab radiallahu ta'ala an transmeton Zeid ibn Eslem tha, një dit I tha Abdullah ibn Omer, I tha babas vet, baba im, po të shoh se di kanë pijep për parësi ma shumë se mu, edhe pse ai ma I ri se unë, hijret nuk ka bo ma mirë se unë, dhe nuk ka prezentu me një luftë që unë s'kam prezentu. Tha gjallia, cëli arë që unë e pijep për parësi ma shumë se ti? Tha Osam ibn Zeid, tha ta penderon ma shumë se mu. Tha gjallia, dëgjo, pse është e vërtet se unë e nderoj ata ma shumë? Tha se baba I ti ka qenë ma I dashur të pejgamberi Allahut se baba jo. Se unë, baba I ti ka qenë të pejgamberi Allahut ma I dashur se baba jo. Dhe ai ka qenë ma I dashur të pejgamberi Allahut se ti. Pra neve në takon që ata me nderu për shkak se pejgamberi Allahut e ka dasht më shumë se neve të ty. اقرأ معاني الوحي في كلماته في نسكه وحياته ومماته اقرأ معاني الوحي في كلماته في نسكه وحياته ومماته. Për këtë arsye, Esmaja radiallahu ta'ala anha, para me ndosa e ka dash pejgamberin Allah. Nana e vetë pas disa vite vjen prej Mekke në Medine me I vizitu bijet e saj. Vjen me vizitu Esman ende mushrik. Erte dera tha I non prit, s'ka me imren, deri se ta pyes pejgamberin Allah, am lejohet me qti mrena jo? Esmaja radiallahu ta'ala anha tregon tha shkova të pejgamberi Allah, tha ja Rasulullah, nana ka në vizit edhe ka shenja dhe dëshirë ndoshta me pranu Islam. Tha më lejo tash një mrena? Tha lejo, edhe ban mirë dhe sillu mirë me ta. Tha bujt, pra ata me I pasdhon pejgamberi Allah, s'ka mrena? S'ka mrena. Për këtë arsye këto kanë qenë ata të cilët Allahu në Kurani Kerim për to ka fol. Dhe ka thonë radiallahu anhum wa radu an. Allahu ka qenë I kënaqur me to. Dhe ato kanë qenë të kënaqur dhe do t'jenë të kënaqur në ahiret. Allahu kur t'i begatoje me të mira të shumta që I ka përgatit për to. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që takomu dhe të ndëgjojmë fjalët e tij. Lutim Allahun Azza wa Jall që me këtë mejlis dhe këtë takim Allahu subhanahu wa ta'ala të jetë i kënaqur. E në dersët e kalu kemi fillu të flasmi se si ta dojmë të dërguarin e Allahut Azza wa Jall. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të zbret rahmet në zemrët tonë, ta i mundson që ta dojmë pejgamberin e Allahut më shumë që se e dojmë vetën tonë, më shumë se i dojmë farefisin tonë, më shumë se sa i dojmë familjen, pasurin dhe këtë dunja, ta dojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe derset e kalum thamë se nëse vllai dashur musliman ke dëshirë të dirë se sa e donë ti pejgamberin e Allahut, normal se çdo kush i cili pretendon dhe thot se e du pejgamberin e Allahut, duhet ta shiqon vetën e atij dhe ta pyet se sa e përmend pejgamberin e Allahut dhe sa e pason dhe e don ata. Për këtë arsye në derset e kalum i pam disa shembuj se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk lan sunnet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk lan tradit që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se e zbatun. Për këtë arsye Imam Ahmed ibn Hanbelin kur e pyetën dhe i than ja imam, këto hadithe të shumta që i kim le dhe i ke transmetu dhe i ke përshkrujt në librën tonë dhe të madh, a ka hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk i ke zbatu dhe nuk i ke praktiku? Imam Ahmed ibn Hanbeli u përgjigj dhe tha, çfarë vlere ka hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo të ubimi haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse nuk praktikohet dhe nuk veprohet me ta. Pra qëllimi i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qëllim që transmetohet e mos të veprohet me ta, po shpëtim ai i cili don dhe don që ta ketë imam dhe në ahiret pejgamberin e Allahut, duhet që ta ketë imam këtë dunja dhe të vepron me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ne do t'i rrëfejmë disa shembuj se si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasardhësit e tij si e kanë dashur pejgamberin e Allahut. Jo veç kaq, po ato gjithashtu e kanë dashur edhe atë që e ka dashur pejgamberi Allahut. Ai i cili e don diken, ja don miqt e atij që e don dhe ja urren armiqt e shokut të dashamirit të tij. Për këtë arsye, në vargjet e shumta të Ibn Qayyimit, që i ka përshkruar akidën e Ahlusunnetit, që e quhet Nunia Ibn Qayyimit, thuhet nunijet këstin e vargjeve të shumta, që Ibn Qayyimi për shkak se çdo vargj e ka përfundu me harfin apo shkronjën nun. Për këtë arsye, kam shkoqit disa vargje të Ibn Qayyimit dhe thot dhe bisedon me ata që pretendon se e don pejgamberin e Allahut, mirë po nuk vepron dhe nuk e don atë që e don pejgamberi i Allahut. Për ata ndëgjë çka thot Ibn Qayyimi rahmetullah alayh. Thot shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyan.
kushti i dashurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kushti kryesor është të pajtohesh dhe të dojsh atë që e don pejgamberi Allahut, pa i thonë asnjëherë jo. Fa idha da'ita lahu al-mahabbata ma khilafika ma yuhibbu fa anta dhu buhtani. Nëse pretendon se e don pejgamberin Allahut, mirë po nuk vepron çish ka thonë pejgamberi Allahut, thot ti në këtë thonje nuk je i drejt. E tuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i, a i don armiqt e pejgamberit tan dhe pastaj pretendon dhe thot hubben lahu ma dhaka fi imkani, pastaj pretendon se e don pejgamberin Allah, edhe pse i don armiqt e pejgamberit Allah, e pastaj thua se e du pejgamberin Allah. Kjo thot s'ka mundësi me një zemër të depërton dashuria pejgamberit Allah dhe dashuria armiqve të pejgamberit Allah. Wa kadha tuadi jahidan ahbabahu ayna al-mahabbata ya akha ash-shaytan. Tha gjithashtu, nuk lodhësh duke i luftu dhe duke i sulmu dhe duke i shqetësu të dashmit e pejgamberit Allah. Tha ayna al-mahabba, ku gjendet dashuria jote, o vllavi shejtan. Pra Ibn Qayyim, vlla të shejtanit, i ka konsideru ata të cilët pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allah, mirë po ja ofendojnë shokët e pejgamberit Allah, të dashmit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Aisha radiallahu ta'ala anha, kur ndëgjoj disa që e ofendojshin Ebu Bekrin, disa e ofendojshin Omerin dhe Uthmanin, tha subhanallah, janë urnu këta që ti dojnë dhe të bojnë luqe dhe dua për to, kurse faktikisht ata i ofendojnë. Gjithashtu çfarë dashurie posedojnë ata të cilët pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allah, e ja ofendojnë të dashurën e pejgamberit Allah. Aisha radiallahu ta'ala anha, për këtë arsye transmeton Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, tregon për babën e tij, ka qenë shoku pejgamberit Allah, e kanë quajt Amr ibn As radiallahu ta'ala anhu, ka qenë shumë i zgjut dhe shumë i meq, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasul Allah, kan e don ma shumë prej shokëve të tu, kan e don prej njerëzve ma shumë? Pejgamberi Allahut ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, ka thonë prej burrave kam për qëllim, tha babën e saj, tha pastaj tha Omerin dhe i numroi disa. Pra pejgamberi Allahut prej grave të ti e donte ma shumë Aishën dhe s'kishte turp që të thoje se unë e du Aishën, për shkak se nuk ashtë turp me dash gruan tonë. Pastaj prej burë, tha Ebu Bekr, pastaj Omer. Pra çfarë dashuri posedojnë ata të cilët i ofendojnë më të dashurit pejgamberit Allah. E ofendojnë Ebu Bekr dhe ofendojnë Omerin dhe ofendojnë Aishën, siç janë shijat e Iranit të fliqur, të cilët tentojnë të rënojnë islamin duke i ofendu shokët e pejgamberit Allah. Për ata Ebu Zur'a tha, ai cili don me prish islamin, ja ofendon shokët e pejgamberit Allah, se kush na ka transmetu dhe na ka tregu se çka ka thonë pejgamberi Allah, kush na ka mësu dinin e Allah, përveç se shokët e pejgamberit Allah, ato tentojnë të rënojnë islamin, të rënojnë sunetin e pejgamberit Allah, s'kan fuqi dhe guxim me thonë se dojnë pejgamberin Allah, e tentojnë të ofendojnë shokët e pejgamberit Allah, transmetuesit islamit, ata që na bartën fjalët e pejgamberit Allah. Nëse këta rënon, nëse këta ofendon, nëse këta ulen,
atëre kush është që na transmeton hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Për këtë arsye, mos ju mashtrojnë thonjët e atin, po ato dojnë me rënu islamin, për shkak se në këtë mënyrë, themelimin e shtetit të tyre. Abdullah ibn Seba, do me thonë stërgjishja atinve, me prejar dhe qifut, ka dëkin në islam, ka deklaru islamin, në mënyrë që ta rënon islamin, aja themeluesi i këti grupit, që ne terminologjin tone, njifen si shia të cilët, e urrejnë pejgamberin Allah, e urrejnë sunetin e pejgamberit Allah, e urrejnë shokët e pejgamberit Allah, e ofendojnë dashmit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ai vllai i shejtanit, është ai i cili pretendon se e don pejgamberin Allah, e nuk ja don dashmit e pejgamberit Allah. E na inshallah nëse Allah ban leje dhe ban sabër e gjel, do të flasmi se si duhet pejgamberi Allah dhe cilët janë kushtet të cilët nëse e don pejgamber Allah, çka duash me dasht kur ta dojsh pejgamber Allah. Megjithatë, për këtë arsye Aisha na transmeton një hadith të çuditshëm. Transmeton këtë hadith Imam Buhariu Muslim. Pra vllai dash, nëse na e dojmë pejgamberin Allah, apo nëse shokët e pejgamberit Allahut e kanë dash, sa e kanë dash? Para mendo derisa pejgamberi Allahut çka ka dash, çka i ka dash nefsi pejgamberit Allahut, shokët e pejgamberit Allahut kanë tentu që nefsin e atyre ta edukojnë që nefsi ta don atë që e ka dash pejgamberi Allahut. Për ata i transmeton Imam Buhariu dhe Muslim. Pra ndëgjoj Aisha radiallahu ta'ala në çka në rëfen. Para mendo qfar krijese apo qfar imami dhe pejgamber posedojnë, për këtë arsye është lumturi që tishe ummeti pejgamberit Allah. Është lumturi që ta pasojsh pejgamberin Allah, derisa Allahu ju ka përgjigj dëshirës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye thojnë ulemat të ndershëm, ka thonë si mos me dash pejgamberin Allah, kur Allahu ju ka përgjigj dëshirës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha, tha nuk kam gjelozu ndaj pejgamberit Allah ma shumë se kur ka ardhur një gru me i thonë ja Rasulallah, nëse ke nevoj mu martu me mu, tha që unë e bujrën, ki mundësi mu martu. E një dit prej ditve kam thonë, dhe kjo e veçori e pejgamberit Allah, që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse një gru ju ka paraqit, ka propozu, ju ka leju pejgamberit Allahut me martu pa e pyet babën e saj. A kurse musliman nuk i lejot pa lejen e prind. Megjithatë Aisha radiallahu ta'ala anha i thash pejgamberit Allahut një ditë, ja Rasulallah, a i takon një grus me paraqit vetën e saj vullnetare mu martu me ti? Tha dashta këta me u. Tha heshti pejgamberit Allah, zhripi Gjibrili a.s. Dëgjo, pra Gjibrili a.s. ka zbritën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ka zbrit disa ajete, sot e kësaj dite këto ajete në suratu Ahzab na i lexoj. Cilët janë këto ajete që Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Ahzab i zbriti këto ajete. Tha Allah, turgji men tasha minhunna wa tu'wi ilayka man tasha. Tha o pejgamberi Allah, tha cilën dush gru pranoje dhe cilën dush gru mos e prano, para ato që janë paraqit vullnetar. Jo veç kaq. Komentator të këtij ajeti, që e ka për qëllim, ka thonë pejgamberi Allah se ka pas vajib me bon drejtësi ndaj grau. Mirë po megjithatë ai ka bon drejtësi. Do me thënë ka pas drejta pejgamberi Allah, pasi që i ka pas ma shumë se një gru, ka pas drejta pejgamberi Allah, që me nejt me një gru një javë, dhe mos me nejt me dënja as një dit. Pa me gjitha ta, pejgamberi Allahut nuk e ka vepru. Vetëm atë natë, kur Sauda radiallahu ta'ala anha, pej dashuris të madh
që e ka pas ndaj pejgamberit e Allahut, ka thonë ja Rasul Allah, po të shoh se Aishën e do ma shumë, kam dëshirë që natën time ta dhuroj ti që a i pshajsh. Të rish të Aisha, do me thonë, me u kanë i knaqër pejgamberi Allah, ka qenë të ata më dashur se sa ta knaqin nefsin e tyre. Pra ka që e kanë dash pejgamberi Allah. Ka thonë komentatorët e Kurani Kerimit këtij ajet, çka e ka pas Allah për qëllim? Prej atë natë pejgamberi Allah ka thonë Allahu obligimin e ka ngrit prej atij. Dhe kjo veçori e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë pejgamberi Allah ka bën drejtësi, për shkak ta din gratë se une me dasht e ti nuk vi hiç. Mirë po, une jam ai që pe moralit tim nuk bajnë pa drejtësi. Do me thonë t'ja din pejgamberit Allah, amo kur kanë zbrit këto ajete, Aisha shaj ka thonë. Ka thonë ja Rasul Allah, s'kam çka bajnë, se dhe Allah po ta plotson dëshirë. Çka të bëjë Aisha? Kurse Allahu subhanahu wa ta'ala po nxiton dhe po shpejton, po zbrit ajete ti që shpëton. Do me thonë, Allahu azza wa jall ju ka përgjit dëshirës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë dashur pejgamberin Allah dhe e kanë dashur atë që e don pejgamberi Allah. Na transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Aisha. Ndëgjoj Abu Bekri radiallahu ta'ala an. Abu Bekri i thot një dit Alijës radiallahu ta'ala an. Thot ja Ali, të afërmit e tu janë më të dashur të unë se të afërmit mi. Për shkak se Aliju radiallahu ta'ala an është prej fisit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të afërmit e tu dhe t'i vizitoj dhe të baj mirë ndaj të afërmive tu është më e dashur të unë se sa me bon mirë ndaj të afërmit mi. Kështu e kanë dashur për shkak se e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Omer ibn al-Khattabi radiallahu ta'ala an, një ditë prej ditëve, si transmeton Ibn Sa'din Tabaqat dhe Tirmidhiu, për këtë hadith se kanë thonë hadithi është i mirë. Na kemi thonë, kush të kena me përmen veç hadithet pranum. Ku ta përmen me dëni hadith i cili ka i dopt, apo dikush prej dietarëve ka thonë i dopt, ju tregon. Pra kemi zgjedh hadithet veç të vërtet, hadithet pranuar. Omer ibn Khattab radiallahu ta'ala an transmeton Zeid ibn Eslem tha, një dit i tha Abdullah ibn Omer, i tha babas vet, baba im, po të shoh se di kanë pijep për parësi ma shumë se mu, edhe pse aj ma i ri se unë, hijret nuk ka bon ma mirë se unë, dhe nuk ka prezentu me një luft që unë s'kam prezentu. Tha gjali jam, cëli janë që unë e pijep për parësi ma shumë se ti? Tha Osam ibn Zeidit, tha ta penderon ma shumë se mu. Tha gjali jam, ndëgjo, pse është e vërtet se unë e nderoj ata ma shumë? Tha se baba i ti ka qenë ma i dashur të pejgamberi Allahut se baba jot. Se unë, baba i ti ka qenë të pejgamberi Allahut ma i dashur se baba jot. Dhe ai ka qenë ma i dashur të pejgamberi Allahut se ti. Pra neve në takon që ata me nderu për shkak se pejgamberi Allahut e ka dasht më shumë se neve të ty. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslim, kjo nuk ka ndodhur te burrat bote gran. Esma bint Ebi Bekr, Esmaja, vajza Ebu Bekr. Ebu Bekri radiallahu ta'ala an bani hijret në Medine dhe i mor vajzat e ti. Gruja Ebu Bekrit se për atë pranu islam, baba Ebu Bekrit se për atë pranu islam. Esmaja radiallahu ta'ala anha ishte martume me Zubeir ibn Awami, i pari fëmin që ka lind Medine prej muhajirve, ka qenë gjali Esmas, Abdullah i biri Zubeir.
Për ata me majt ligjerata shumë nuk mbarojnë mirësit dhe vërtite që i ka pas Abdullah ibn Zubair. Muslimant e muhajir si janë gëzu në Medine, pasi që i kanë bon hijret, ma shumë si janë gëzu kur ka lind Abdullah ibn Zubair. A di për çka? Shkurti mirë se se këna temë. Thash për çka se muhajirët kur kanë bon hijret në Medine, një mot s'ka lind as një fëmi. Dhe kanë thonë se na kanë bon magji. Janë frikë do me thonë, dhe është për hapë se muhajirëve në Medine nuk i lind fëmi, se atinve ju ka bon siher, ju ka bon magji. E lindi Abdullah ibn Zubairi dhe dështun thane thashmë. Për këtë arsye, Esmaja radiallahu ta'ala anha, para me ndosa e ka dash për nga menë Allah. Nana e vetë pas disa vite, vjen prej në Mekke në Medine, me i vizitu bijet e saj. Ven me vizitu Esman ende mushrik. Erte dera tha i nan prit, s'ka me imren, deri se ta pyes për nga merin Allah. Am lejohet me qti mrena jo? Esmaja radiallahu ta'ala anha tregon thashkovat e për nga meri Allah, thash ja Rasul Allah, nana ka në vizit edhe ka shenja dhe dëshirë ndoshta me pranu islam. Tha më lejo tash një mrena? Tha lejo, edhe ban mirë dhe sillu mirë me ta. Tha bujt, pra ata me i pas thonë për nga meri Allah, s'ka mrena? S'ka mrena. Për këtë arsye këto kanë qenë ata të cilët Allahu në Kurani Kerim për to ka fjollë. Dhe ka thonë radiallahu anhum wa radu an. Allahu ka qenë i knaqër me to. Dhe ato kanë qenë të knaqër dhe do t'jenë të knaqër në ahiret. Allahu kur t'i begatoje me të mira të shumta që i ka përgadit për to. Jo viçkaq, po transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Enes. Para me ndosa e kanë dash për nga men Allah. Ke hadith, kur e kanë lexu disa dietar, njani prej atinve dietarve, është një muhaddith dietar bashkohor, i cili jeton në Egjipt. E quan Ebu Muhammed Yahya al-Azhari. Ndëgjo, do me thonë sa dhe kësaj dite, njerë se sa e dojnë për nga men Allah. Enesi transmeton. Thot vallahi, kunglin nuk e kam dasht me ngron, deri ka ndodh një rast, e kam pas e për nga meri Allah, e ka pas qef me ngron kunglin, edhe unë e nefsin e kam su që ta ketë qef me ngron kunglin. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslim. Tha një roba qeps me din, na ka ftu një dit në drek, e ka ftu për nga men në Allah. Tha e kam shoqëru Enes ibn Malik, ka qenë shërptori për nga merit sallallahu alaihi wasallam 10 vjetë që i ka shërbi. Nana e ti e ka ngjujt Sulejm, e dinin ngjarjen se si e ka qu dhe si e ka dhonë për nga merit Allah që ti shërbet. Me gjitha ta tha e shoqërova për nga men Allah. Tha ullu me ngron, tha kishte pregadit buk, ka pregadit buk prej Elbi. Në tanë të pësi kishte pas disa copa mish, edhe kishte pas kungëll. Tha e pash për nga meri Allah në të pësi, tha për para, tha e lip të kungëll në kuka, tha e kuptova se e ka qep. Një rivajet, tha fillova mi mledh me i qitë para për nga merit Allah. Tha preja ditë që e kam pa, për nga meri Allah, e don kunglin, tha e nesi mo, e kam su automatikisht me dash kunglin, për shkak se e don për nga meri Allah. Ki shkrimtar, ki dietar që e përmena pak për par, tha prej 20 vetë që e kam dëgju këtë hadith, e kam su nefsin tim që ta don kunglin, prabë dhe muhadith. Lexuesit dhe dashamir të pejgamberit Allah nuk i lexojnë hadithet e pejgamberit Allah, që veç me ja knaq veshin, po ato i ndëgjojnë dhe i lexojnë hadithet e pejgamberit Allah dhe me ja knaq shpirtin e atyre, e mësojnë nefsin e atyre me dash atë që e ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, gjithashtu transmeton Imam Muslimi
Darimiu, Ebu Jal, Ebu Daudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu. Ndëgjoj edhe këtë hadith që e ka nxjerr Ebu Sufjan. Ebu Sufjan e ka pas emrin Talha ibn Naf. Thotë e transmeton prej Xhabirit. Xhabiri, shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha një ditë me pejgamberin e Allah, kam qenë, tham, ka morë për dorë. Ka morë për dorë e pejgamberi Allah, ku do të më qënë? Tham, ka qu të shtëpia ti. Tha, kur hini mrena, tha, a ka diçka me ngraun? Tha, i qitën disa të preme, disa të copa buk. Tha pejgamberi Allah, a ka diçka me ngraun me buk? Tha, jo, ja Rasul Allah, përveç se ka pak ufëll. Tha, që të shka s'kena në shpi. Pejgamberi Allah në shtëpi nuk posedon, vetëm disa hurma edhe ufëll si që ka në rivajetet qera në që këtë tematik kur flasë. Ka thonë pejgamberi Allah, ndëgjo, ka thonë bjene ufëllën, se ushqimi ma i mirë ash ufëll. Tha, kemi ngra në ufëll. Tha Xhabiri, prej atë ditë, Xhabiri nuk ka ullë me ngranë pa ufëll. Jo diçkaq, tha Ebu Sufjan, Talha ibn Naf, transmetuesi që e ka transmetu prej Xhabirit. Tha, prej se e kam dëgju prej Xhabirit, se ushqimi ma i mirë ash ufëlla, tha une gjithmonë buk me ufëll. Ato që e ka ndash pejgamberi Allah, a kurse një hadith që i thot hadith, se në atë shpi ku ka ufëll, ajo shpi nuk bëhet fukara, kur kja është hadith i rrenjsh. Nuk ka se vërtet. Me gjitha ta, Imam Nevevi u thot, se ki hadith tregon për vlerën e ufëllës. Cilët janë dobit e ufëllës, na ku të folmi për mrekulli shkencore, mbi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të tregojnë se sa mjek dobi i kanë zbolu prej ufëllës. Neve na intereson se sa e kanë dash pejgamberin Allah. Edhe ufëlla bëhe dashur të to, kur e kanë ditë se pejgamberi Allah e ka dash të ufëllën dhe e ka lavdru. Ebu Ejub el Ansari, radiallahu ta'ala an, e urren atë që e urren pejgamberi Allah. Jo e dini pejgamberi Allah, kur shkoj me Medine, shkoj misafir të Ebu Ejub el Ansari, edhe në parën natë flet në parin katë, e kishte di dhomë, një dhomë poshtë, një nalë. Edhe në parin katë, tha unë e po i që tu, se në vinë shokt e ti dil nalë. Kur dul Ebu Ejub el Ansari nalë, tha, si ka mundësi unë me shkel në kokën e pejgamberit Allah, asesi, nalë kja Rasul Allah. Tha, më lenë rahat kështu se ma mirë. Jo valla, s'ka mundësi Ebu Ejub el Ansari me hec në kokën e pejgamberit Allah. Hipi nalë pejgamberit Allah, i qënë të ushtim Ebu Ejub el Ansari. Thanë edhe pejgamberi Allah të hante, edhe e këthen të ushtim. Kur e këthen të ushtimin, e këshirshmi unë dhe plaka im, shoqja im, bashkëshortja ime, ku i ka nu gishtet pejgamberi Allah, tinojmë dhe na. Hajshmi ushqim, deri sa një dit prej dit. Ja dërgum pejgamberit Allah një ushqim, e pom se s'kishte ngron as gjon ta. Tha, i thash, ja Rasul Allah, tha, nuk të pëlqej, tha, jo. Tha, më pëlqej, tha, po nuk kam ngron. Tha, musash haram, tha, në ta kishte hudër. Tha, jo, tha, po unë e flas me melaqen, edhe melaqet shtjetëson prej erës e uflë. Tha, hane jo. Tha, Ebu Ejub el Ansari, dhe Ebu Ejub el Ansari nuk e ha më hudrën, ashtu si që nuk e ha pejgamberi Allah. Atë shumë e ka ndasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Derisa, kur lexojmë disa transmetime, thuje se janë të babesush. Ndëgja Ebu Bekrin, radiallahu ta'ala an, i cili transmeton Imam Tabarani në Kebir dhe Ibn al-Hajar Asqalani, ka thonë për këtë hadith, se hadithi është i vërtet. Ebu Bekr Siddiq, radiallahu an, thot, ja Rasul Allah, vallah, me pas pranu islamin, Ebu Talibi, ka qenë ma e dashur të unë,
se me pranu islamin baba jam, se kam qef ja Rasul Allah të gëzoj ti ma shumë se sa unë e gëzoj. Transmeton Imam Hakimi dhe ka thonë se hadithi është i vërtet nga Enes Ibni Ebi Kuhaf, baba Ebu Bekrit radiallahu talan, hini të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ja dhon besën kur e çliroi Mekkën me hinë islam. Ja zgjati dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, baba Ebu Bekrit, Ebu Bekri prezent me thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, e ja nisi Ebu Bekri me qaj. Tha e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmeton Enes, tha pejgamberi e pyeti Ebu Bekrin dhe i tha, ja Ebu Bekr, pse po qaj? Tha ja Rasulullah, vallahi, kishna pas dëshirë që qëtë Ebu Talibi dhe ta zgjate dorën qëtun qëtë me gjlis në vend të babës tam, se kam dëshirë, kishna pas dëshirë që të gëzosh ti ma shumë se sa unë e sot jam gëzu. Pra kështu e ka ndasht pejgamberin e Allah. Transmeton gjithashtu Imam Bazari dhe Ibn Kathirin tefsirin e atij e ka përmen se Omer ibn al-Khattabi i ka thonë Abbasit, migjës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Abbas, pranoj islamin, se vallahi ma e dashur te unë ashtë ti me pranu islamin se baba jam Khattabi. Tha për shkak se kam dëgju se ka qef pejgamberi Allah që ti ta pranojsh islam. Pra Omer, jep përparësi dashuris pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ma shumë se sa dashuris nefsit ati. Për shkak se Omer atë ditë ku tha ja Rasulullah, du ma shumë se vetën tim ishte besnik. Pra këta janë ata besnikët që e dashtën pejgamberin Allah. Ku janë ata që i pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allah? Ku janë ata që cilët e luftojnë sunetin e pejgamberit Allah, e pastaj të bohën dhe thojnë, po bojnë me vlut dhe ku po gëzomi, po e kremtojmë datlindje në pejgamberit Allah. Dashamir të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i japin përparësi dashuris pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo rast dhe në çdo vend. Ku do të qenë dhe si do të qenë? Për shkak se janë besnik në dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe ti pyet vetën tonë, sa e don pejgamberin tan? Sa jep përparësi pejgamberit tan? Sa e praktikon sunetin e pejgamberit tan? Nëse anë nefsi e don çështu, e suneti pejgamberit ndrish, pejgamberi Allahut ka thonë ndrish. Ku gjindesh ti? Pra nuk ka mundësi me dasht pejgamberin Allah vetëm ata të cilët janë të kujdesshëm dhe hecin mas fërkemeve gjurmët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është alamet dhe shenjë se e kanë dasht pejgamberin të Allah. Llaj dashur musliman, shokët e pejgamberit Allah, jo veç atë shumë e kanë dasht pejgamberin Allah, po ato gjithashtu i kanë dash dhe shokët e pejgamberit Allah dhe kanë vepru çuditëra ndaj atinve të cilët i ka dash pejgamberi Allah. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslim nga Abdullah ibn Amr ibn As në rrëfen një ngjarje të çuditshme, i cili e dini Enes ibn Malik ishte shërptori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ardh Xherir ibn Abdullah el-Bajali, kjo është i Yemenit. Xherir ibn Abdullah el-Bajali, i cili ja dha besatimin pejgamberit Allah me ndëgju, me respektu dhe me këshillu çdo musliman. Sa të gjërgjall, ai ja kushzoi vetës atij një kusht të çuditshëm. Na tregon Enes ibn Malik në këtë hadith që e ka nxjerr Abdullah ibn Amr ibn As. Thot ishmi në udhtim me neve ishte Xherir ibn Abdullah. Tham bante izmet tepër derisa më ngushtonte. I thash në të lut, mos respekto, mos ndero, mos shërbej katë shumë, se ti ma plak unë e ma i ri. Unë duhet me të shërbi ti. Tha jo valla.
Tha ja kam dhënë besën Allah. Çfarë besë? Ndëgjoje, ata që e dojnë pejgamberin Allahu çka veprojnë. Tha ja kam dhënë besën Allahut, çdo ensari që e ka strehu pejgamberin Allahu, kam i shërbet derisa të jem gjallë. E ku të flasmina për Enesin, shërbëtorin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është nder dhe krenari për neve, që ne të shërbejmë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi dhe të tjerë. Nga Hisham ibn Urwa, Hasan ibn Thabit, unë njollos një ditën e fitnë dhe ra në atë sprov që i patën ra disa musliman Medine në akuzimin e Aishës. E kur Hasan ibn Thabit pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, erte Aisha në vizit, Aisha e pranoi dhe nderoi. Gjali motrës Aishës deshti me bon muhabet me Hasan ibn Thabit, me ja thon disa fjalë pse e ka akuzu Aishën. Aisha tha hesht, o gjali motrës time, se ki ka qenë të cilën ka thonë shumë vargje dhe poezi në mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka qenë pejgamberi Allah, kur ka qenë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata e kanë harru vetën e tyre. I kanë dhënë përparësi pejgamberit Allah në çdo aspekt. Po ashtu një ndodhi që e kemi cek dhe më parë, që e transmeton Ibn Asakir në Tarikhut Dimeshk nga Ammar ibn Abi Ammar, Zeid ibn Thabit, alimi, dietari, që i tha pejgamberi Allah, më i ditur në Medina për nga halali dhe harami është Zeid ibn Thabit. Zeid ibn Thabit me dev. Në prezent Medin ishte Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, gjali migjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zeid ibn Thabit, dietari i Medinës. U qu ibn Abbas, e priti, e kapi për kërpesh i devën, e heci dhe uli. E Zeid ibn Thabit i dhejke, o gjali agjës pejgamberit Allah. Ullu, ka thonë se po në ngushton, ka thonë ja, për çkak se në ka mësu pejgamberi Allah, kështu mu se ndaj dietarve tanë dhe të mëdhajve. E pastaj Zeid ibn Thabit në këtë rivajet, tha ban me ta pa dorën, tha nxerri dorën për gjepi, ja puthi dorën e Ibn Abbasit, Zeid ibn Thabit, tha se kështu e na mësu dhe na eduku musel me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye këto ishin dashamir që e dojshin pejgamberin Allahut fort. Ato ishin të cilët nefsit të atyre e arrojshin kur ishte mpyqjet nefsi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dashamirt e atij ishte shumë i sellshëm dhe shumë i dashamir i tyre. Edhe pas vdekjes së tyre nuk ja harron të hakin e tyre. Për këtë arsye transmeton Imam Ibn Bukhariu dhe Ibn Hibban, transmeton nga Aisha, i cili thonte, Aisha radiallahu ta'ala anha, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sër që e therte një dele, thonte çoni shoqeve të Atijës. Atijja pat vdek. Shoqet e Atijës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i harronte, për çkak se e donte Atijën. Për këtë arsye Aisha tha, nuk kam gjelozu ma shumë për një gru që se kam pa, ma shumë që kam gjelozu për Atijë. Thas në e vinte një mirë diçka në shtëpi, vetëm se pejgamberi Allahu thonte, çonjani, dërgonjani shoqeve të Atijës, deri thani ditë u mërzit. Thash ja Rasulallah, bollmo me Atijë. Allahu të ka zavendcu me gra të cilët kanë qenë të pamartum, kanë qenë virgjëresh, ka qenë në të reja dhe më të mira se Atijë. Tha jo valla, ende s'kam morë grusi Atijë, se ajo më kanë dimu me pasuri, më kanë dimu me çdo sen, dhe tha, ndëgjo pra jash, argument se ka qenë me mirë, se Allahu e vlad me ta më ka dhonë, me qelë së më ka dhonë.
Për ata transmeton Imam Bukhariu në Edebul Mufrad, Ibn Hibbani, Hakimi dhe Tabarani në Kebir, nga Enes ibn Malik radiallahu ta'ala, pasi që ishte shërptori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dinte çka po ndodh në shtëpinë e pejgamberit Allah. Tha se si vin ke pejgamberit Allah dëni dhurat, thonë të dërgonja filanës se ka qenë shoqe atij. Pra pejgamberi Allah nuk i harron ata të cilët e dojnë pejgamberi Allah. Jo viçkat, po pejgamberi Allah shqetësohet kur shqetësohen të dashmit e atij. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslim një hadith që një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë quajtur Miswara ibn Makhrama, shoku pejgamberit Allah. Tha pejgamberi Allah tipi një ditë një hutbë bëna thot. Tha ka ardhën fisi i Beni Hisham ibn Mughira dhe po më thojnë, po marrin leje me martu një vajzë të tyre me Aliun radiallahu ta'ala an. Aliu ishte dhëndri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kishte vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e adeshtën ato me ja dhon një vajzë ortake e Fatimës radiallahu ta'ala anha. Në një rivajet thuhet se Fatimja kur e ndëgjoi këtë lajm, kjo ishte vajza Ebu Gjehlit, për arsye se Gjehli, Ebu Gjehl apo Ebul Hakem i kanë thonë, e ka pas emrin Amr ibn Hisham ibn Mughir. Di vllaznit e tij e kanë pranu Islamin, El Harith ibn Hisham dhe Seleme. Këto të ditë e kanë pranu Islam, dhe gjali Ebu Gjehlit, Ikrima, e ka pranu Islam. Ebu Gjehli e kishte një vajzë, edhe dojshin këtë vajzë me martu me Aliun radiallahu ta'ala. Transmeton Fatimja ka ardhë dhe i ka thonë, ja Rasulallah, kejt po flasin po thoj, se ti ja Rasulallah nuk gjëlozon për vajzët e tu. Edhe pejgamberi Allah ti pinut dhe tha, nga ardhë fisi Beni Hisham ibn Mughir, marin leje që ta martojnë vajzën e tire me Aliun. Tha s'ka vallahi nuk lejoj dhe nuk lejoj. Tha s'ka mundësi mu taku bia e Rasulillahit e për të dërguar të Allah dhe bia armiku të Allah. Tha Aliun e të zgjedh, si don me mor ditën, si don me mor bien e Beni Hishamit, tha le ta shkurrizon Fatimën bien tajme dhe ne ta marton ata. Pastaj dietar të rëkthi hadithi kanë volë shumë. Pse pejgamberi Allahut ja kanë ndalu? Një rivajet thot, vallaj, s'jam unë që e ndaloj të lejuarën, e as që e lejoj të ndaluar. Mirë po, vajza e të dërguarit të Allah dhe të armiku të Allah nuk kanë mundësi mu taku me një vend. Një rivajet që të thot Aliu, ka ardhe e ka pyet pejgamberin Allah. Ka thonë, nëse më pyet për fisin e atirve, të regoj. Nëse merë leje, ka thonë, mu e më shqetson. Mu në shqetsona prej asaj që shqetsohet bia im. Ka thonë, bia im a pjesë e im. Shqetsohem, unë si të shqetsohet ajo. Më ven ketë shka i ven asaj. Ka thonë, ja Rasulallah, për deri sa e dim se ti s'ki qef, Aliu kur se merë diçka që s'ka qef. Unë e kejti mledha kejtë këto rivajetet, e inshallah nëse na mundëson Allahu dhe njëherë, e lusë Allahu në azza wa gjell që të na mundëson, që të spjegojmë Sahihul Bukhariu, do të flasmi rreth këti hadithit edhe hadithëve të ngjajsh. Pra pejgamberi Allahu shqetësohet, kur shqetësohen të dashmit e tjerë. Na e transmetum një hadith që e transmeton Imam Bukhariu nga Ebu Derda, radiallahu ta'ala, kur Ebu Bekri u shqetësu, kur s'ja boni halal Omeri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u idhnu, edhe e qërtoj Omerin, edhe tha, malini rahat vllaun tim, malini rahat Ebu Bekrin, se unë erdha me këtë emanet, erdha me këtë drejtësi, e ju më thatë se nuk e ke qëllu,
edhe Ebu Bekri ndihmoi me pasuri dhe me nefs. A ka mundësi, tha, me malon Ebu Bekrin me mos ma shqetësu, kur Ebu Bekri nuk u shqetësu. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam brengoset kur brengosen të dashmit e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mërziten kur të mërzitet të dashmit e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i don ata të cilët e dojnë ata. Për ata shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dash ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dash dhe ne. Për ata shenja e tretë prej shenjës së dashurisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mu përmallu për ta. Mu përmallu për ta, mu e kjojnë i gëzushëm të kuk me shoqru ata, me andru ti se ta shoqrojsh pejgamberin Allah. Ka shenjë prej shenjë të dashurisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një hadith që e transmeton Imam Muslimi, Imam Nesaiu, Ibn Majah, Ibn Khuzejme, Ibn Hibbani dhe Ahmedi, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve del Medinën Baqi', edhe thot, hua ditu anni ra'aytu ikhwani. Tha se e mërzit, sikur që ti kish na pa vllaznit e mi. Than, ja Rasulallah, a nuk jemi na vëllezërit e tu? Tha, ju jeni shokët e mi. Vllaznit e mi janë ata të cilët vinë pas jush, që nuk më shofin mu mirë po besoj. Tha, ja Rasulallah, pasi që ti nuk i ki pa, si ke mundësi ti mi dit vllaznit e tu, ditën e gjikimit? Tha, o shokët e mi, tha, njani me pas një kali bardhosh, mesin e kuajve të zi, a ka mundësi me dallu dhe me njoft kalin e ty? Than, po ja Rasulallah, kjo është let. Tha, unë e i njoft vllaznit e mi me shenjat e abdestit. Tha, derisa do të jem bazentin tim, ti priti vllaznit e mi, e pastaj tha do t'i shof me laqet, e përzojnë një tuft të madhe prej vllaznive të mi. Tha, unë e pastaj tharaz dhe tham, leni se vllaznit e mi, leni se vllaznit e mi. Tha, ato përgjigjen dhe më thojnë, nuk e din se vllaznit e tu çka kanë bo para pas te, se kanë praktiku sunetin tanë, çfarë risi tre janë dinin e atinve kanë shpik. Tha, pastaj tha, i tham, largomi ata. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzitte, u përmallonte për vllaznit e vet. Vllai dashur musliman, ti ai përmallu për vllavin tan, për pejgamberin tan, për imamin tan, për të dërguarin e Allahut, të dashmin e Allahut azza wa jall. Pra nëse e përmallu, ti është shenjë se e don pejgamberin tan. A kurse të part u përmalloshin shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për ata Enesi radiallahu ta'ala an, na transmeton nga Enesi radiallahu ta'ala an, tregon Enesi me një hadith që e kanë nxjerr Imam Tirmidhiu dhe Ahmed. Kë hadith kanë thonë se është hadith i mirë. Ndëgjo Enesi, cili na rëfen dhe thot, i thash tha pejgamberit Allahut, ja Rasulallah, kishte dëshirë që edhe në ahiret takohet me ta. A ke mundësi me ndërmjetësu për mu në ahiret? Tha, po inshallah ja Enes. Tha, ja Rasulullah, ku të gjeju në ahiret ti? Ai që e don, e sinqerisht e don, pyet dhe ku të gjej ja Rasulullah. Tha, ja Enes, tha, lipëm te u dhe sirat. Tha, ja Rasulullah, si mos gjej ati, ku i e? Tha, pritëm, këshirëm ati ku matën veprat, te peshorja ja Enes. Tha, ja Rasulullah, nëse së në gjej dhe te peshorja, tha, atere lipëm, tha, te bazenti, se s'kam mundësi me qenë që tërku. Enesi u garantu dhe eldin ku me lip pejgamberin Allah. E ata që si ndëgjojnë hadithet e pejgamberit Allah, ku kanë me gjetë dhe ku kanë me lip nëse pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allah. Gjithashtu transmeton Imam Tabarani dhe Ebu Nuaim, kanë thonë se hadithi është i vërtet me tubimin e kejt transmetim. Aisha radiallahu ta'ala anha tregon dhe thot,
një njeri të pejgamberi Allah, ndëgjoj këtë hadith mirë, një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha, ja Rasul Allah, tha beso, kur të më kujtohet në shpi, tha se më bajnë sabër deri të vene kohë e namazit me arme të pa. Tha dal pi shpije pat pa, tha smuj. Tha vallahi ja Rasul Allah, du ma shumë se vetën tim, dhe du ma shumë se familjen tim, dhe du ma shumë se fëmijët e mi. Kur të më kujtosh dhe për malona me të pa, tha se në rri pa dal me të pa. Tha ja Rasul Allah, një dit mu ka kujtu se ku të vdes unë dhe ti. Dhe ti shkon me pejgamber të Allahut lartë në xhennet. Tha unë s'muj me ardha gjithë, tha çka ka me bon ku të përmallon. Tha në dunjo kam zgjidh, po përmallon apo të shoh. Tha në xhennet, tha çka bon xhennet ti nalt, unë e poshtë, dhe përmallona dhe s'muj ku me të pa. Heshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj zbriti Gjibril alayhis salam dhe zbriti me një ajet të madh në suratun Nisa, ajeti 69. Tha Allahu azza wa jall, wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tha ato që e respektojnë Allah dhe e respektojnë pejgamberin e Allah, tha Allahu do t'i shoqëron ata me ata që i kanë nderu me pejgamber të Allah, me besnikët, me dëshmorët, me atë mirët të cilët Allahu i ka zgjedh, sa shok të mirë janë ata. Pra Allah i dashur musliman, këto kanë qenë brengat e shokëve të pejgamberit Allah. Si me qenë me pejgamberin Allah në xhennet, si me qenë me shoqëru pejgamberin Allah, ka mundësi me shoqëru pejgamberin Allah, kurse sunetin e pejgamberit Allah të kilon monër. Kurse të partë tonë, kur kanë shku me vizitu dikan, me i dhonë gajrat, kur ka qenë ismut, i ka dhonë gajrat banë sabër se vallahi lumiti, së shpejti ke me u taku me pejgamberin Allah. Transmeton Imam Ahmedi dhe Hakimi nga Ibni Ebi Mulejke. Ndëgjë vllai dashur musliman, Ibn Abbasi shkoi me vizitu Aishën radiallahu ta'ala anha, e cila ishte e shtrim në shtrat, e smunde para vdekjes. Ibn Abbas, pasi që hini me pa Aishën, tha lumiti, ban sabër dhe durim, se ka ardhur alametët shenjët me u taku me të dashurin tanë, që pejgamberi Allah nuk e ka dasht asken ma shumë se ti, dhe pejgamberi Allah nuk i don veç të mirët, s'ka me të sen mes teje dhe takimit të dashur me tu, vetëm se me dal shpirti prej trupit tanë. Kështu i ka dhonë gajret Ibn Abbasi radiallahu ta'ala. Pra gjithashtu ato janë gëzu kur janë paralajmëru se kanë mu taku me pejgamberin Allah. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi, e cila këtë hadith e kanë nxjerrë Aisha, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa ditë para se me vdek, e ftoi Fatimën dhe i tregoi diçka në vesh. Kur i tregoi fillimisht, Fatimja ja nisi me çaj, e pastaj i tregoi diçka tjetër, ja nisi me kesh. Aisha e pyeti për çka i tregoi, nuk i tregoi Fatimja derisa vdiq pejgamberi Allahut, pastaj i tregoi. Tha sa i përket çajit më lajmëroi pejgamberi Allahut se do të ndam prej kësaj dunjaje. Tha u mërzita fort dhe çajta, e pastaj tha për zditi kur keshe, tha më lajmëroi se e para ti oj Fatime, ke me vdek prej familjes time dhe ke mu taku me mu, tha ja nisa mu qajt se u gëzova. Pra ata ishin të cilët u pikloshin kur u ndashin me pejgamberin Allah dhe u gëzoshin kur u takoshin me pejgamberin Allah.
para ta transmeton në nes, tha ka shëndrit Medinja, atë ditë kur ka ardhur pejgamberi Allahut, au arsu Medinja, atë ditë kur ka vdek pejgamberi Allahut. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslim nga Abu Sa'id al-Khudri, tha pejgamberi Allahut disa ditë para se me vdek, ul në shkallën e mimberit edhe tha, Allahu e ka bon një rob, je ka bon të zgjedh, a don që të jap prej mirave dunjas, apo don me shku te Allah? Tha i rob e ka zgjedh me shku te Allah. Ebu Bekri nisi me qajt, tha u që ditë më ditë kejtë pranishmit, pse po qanë kurse pejgamberi Allahut për të regon për një rob, tha kur vdiq pejgamberi Allahut, e kuptum se a i rob kish qenë pejgamberi Allahut, dhe e kuptum se Ebu Bekri ishte atë ditë ma i ditur i jonë. Transmeton Imam Humejdin musnedin e ti, Ebu Bekri radiallahu, vdiq pejgamberi Allahut, edhe hudba tash i meti shkret pejgamberit Allahut. Erdh Ebu Bekri radiallahu an, unë gjithë në mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ja nisi me qaj deri se ne majtë fjalimin, tha ja filloj me thonë, kam dëgju pejgamberin Allahut, tha mo po të qajturi, tha nuk e la me vazhdu, tha një mot Ebu Bekri, kur unë gritën mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'mund të me majtë fjalim, për çka këse u brengoste dhe u mërzite, se i dashur i ti ka qenë një ditë që ka majtë fjalim, e sot nuk ka mundësi me qenë pranë tyre. Ato ishin besnik me Allahun, ishin besnik në dashurin ndaj pejgamberit Allahut. Pra Ebu Bekri radiallahu an, tha u golfat ditri herë duke qaj, pastaj tha, e kam dëgju pejgamberin Allahut duke thonë, Selullah al-affa wal-afia, lutne Allah që t'ju fal juve dhe t'ju jape shëndet. Tha se kam dëgju pejgamberin Allahut që ka thonë, pas besimit dhe bindjes nuk ju ka dhuru njeriut diçka më mirë se sa shëndeti. Po ashtu transmeton Imam Bukhariu dhe Ibn Hibbani nga hadithi Umar ibn Mejmunit, transmeton dhe tregon, Omeri radiallahu an, kur u shpërthin Omeri, e thiri gjalin e vetë dhe i tha, gjalim, tha kam dëshirë që baba jot ta shoqëron pejgamberin e Allahut dhe në varë, shko te Aisha radiallahu ta'ala dhe thuaj, t'ka bon selam Omeri, mos i thuj që t'ka bon selam prisi muslimanve, se baba jot sot më nuk ka prisi muslimanve. Thuaj Omeri t'ka bon selam, dhe thuaj, a ka mundësi që Omeri ta shoqëron dhe të vërosët nga të pejgamberit të Allahut, e gjet Aishën duke qaj, dhe Aisha tha vallaj, këtë venja kam rujt vetës time, mirë po sot tha, kam i dhonë po parsi Omerit, edhe po vjen Abdullah ibn Omeri. Omeri me zibe pret lajmin, tha po ven Abdullah ibn Omeri, tha më ngritni, gjali im qka ka, tha e bëshir përgëzoh baba im, se Aisha dha për parsi pran vetës e saj, tha elhamdulillah, Omeri nuk ka pas brenga dhe dert ma shumë, se sa ta shoqëron pejgamberin e Allahut në dunja, në varë dhe në ahiret. Tha edhe ku të vdes atë dit, tha me në gjenazën time, prap lip një leje se ndoshta, angushtu Aisha, prej Omeri duke qenë gjallë, tha nëse lejon më vërosni, se kam dëshirë që ta shoqëroj, dhe pejgamberin e Allahut edhe pasi që të vdes, e i mirë nëse nuk lejon, tha më vërosni të varët e muslimanve, për ata vllai dashur musliman, shokët e pejgamberit Allahut, e kanë dashur fort pejgamberin e Allahut, derisa disa musliman, kur ardhën te pejgamberi Allahut, pejgamberi para lajmëru se do të vinë disa njerë, që i kanë zemrët e buta, e a kishin ardhën e Shariun, Ebu Musa e Shariun, edhe kur u afrun Medine, këndojshin dhe thojshin, në gaden në lkal e hibbe, Muhammeden wa hizbe, në esër, kemi me taku pejgamberin e Allahut, sa knajtësi është të takomu me pejgamberin e Allahut dhe ata të cilët kanë qenë shokë të tyre.
Rabia Islami, tha i afrova avdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të mor avdes, e më tha ja Rabia, kërko çka të dush. Tha ja Rasulallah, kam dëshirë të jem me ti në gjennet. Tha ja Rabia, a nuk mjafton vetëm gjenneti? Tha ja Rasulallah, kam dëshirë të jem me ti dhe në ahiret. Tha ja Rabia, nëse s'ke diçka tjetër, ndihmoj veten duke i bën namaz Allahu dhe sejdë shumë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allah, që e ka shpirtin e ati, shpirtin tim dorën e ati, ka me ardhë një ditë që mu taku disa burra me mu, ashtë ma e dashur të ta, se sa malli, pasuria dhe fëmijët dhe familja tjera. Lusim Allahun azza wa jall, që Allah mos na ban mahrum, që ta shoqërojmë pejgamberin e Allah, të me ta në ahiret, të takomu dhe të dëfromu, të takomu me të dashmin e Allahut azza wa jall. Lusim Allahun azza wa jall, siç na ka mundsu që të ndëgjojmë fjalët e tij, ditën e gjykimit na mundson që të ndëgjojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej gjuhës së ndashme të tij. Pra shokët e pejgamberit Allah u brengosën dhe u mërzitën derisa Bilali radiallahu an, kur mund me therë ezanin, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e therte ezanin, derisa të vinë të shhedu enne Muhammedur Rasulullah, s'kishte mundësi me vazhdu, për shkak se u pat mësu, ta therë ashhadu enne Muhammedur Rasulullah dhe ta shifte pranësive të ti. Lusim Allahun azza wa jall, që Allahut na begaton me dashuri të madhe ndaj atij pejgamberit Allah, i cili ishte sebeb që ta nxjerr prej errësirave në dritë. Lusim Allahun azza wa jall, që na mundson që ta komu me ta ditën e gjykimit, të strehomi në hijen e arshit Allah. Allahut mos na marron duke qenë xhamati i tij në ditën e gjykimit. Lusim Allahun azza wa jall, që Allahu mos ta nda prej mexhlisave shoqërimit të pejgamberit Allah dhe pejgamberëve të tjerë. Lusim Allahun azza wa jall, që na mundson që të kena përfundim të mirë, duke i tregu fjalët e pejgamberit Allah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والحمد لله ولا